Në Partinë Demokratike ka një gatishmëri shumë më të madhe se sa vetë Sali Berisha për të mbrojtur kontratën $6 milion për pastrimin e figurës së tij të akuzuar për korrupsion dhe minim të demokracisë në SBA. Dhjetra figurat të Partisë Demokratike që nga ata që mezi prisnin të hynin në lista e deri te të tjerë më të heshtur janë gati të thyejnë edhe urdhrin e Berishës për të mos debatuar mbi kontratën, vetëm për të treguar se janë dakord, madje se $6 milion janë pak për të pastruar figurën e tij. Por arsyeja e këtij mobilizimi nuk është Berisha. Nëse bëhej fjalë vetëm për të, ndoshta nuk do të kishte një përfshirje kaq të madhe. Arsyeja e vërtet janë fëmijët e Berishës, duke parë që tentativa e Berishës me $6 milion mund të ketë sukses, shumë brenda PD-s shohin rrezikun e trashëgimit së partisë te fëmijët e tij që aktualisht janë po ashtu non grata. Heqja e kësaj barre nga Shkëlzen dhe Argita Berisha është shumë ndikuese për të ardhmen e PD-s se sa heqja e non gratës për vetë Berishën. Nëse u hiqet non grata fëmijëve, të gjithë në PD kthejnë syt nga kryetari i ardhshëm real i partisë, që nuk do të jetë më Berisha por financuesit aktual të kësaj fushate të kushtueshme. Të gjithë janë të vetëdijshëm se milionat e Shkëlzen Berishës janë ato që po hidhen për të pastruar emrin e familjes dhe nuk bëhet fjalë për një kontratë vetme prej $6 milion. Në fakt, bëhet fjalë për të paktën 3 kontrata. Kontrata për lobimin fillestar prej $6 milion është një kontratë tjetër ende pa deklaruar për një avokat që do të merret me çështjet ligjore të Berishës në SBA, për cilin thuhet se pagesa do caktohet me një kontratë tjetër, si dhe një kontratë e tretë me Krisla Civitan, që ende nuk është bërë publike. Pra nuk bëhet fjalë për $6 milion, por për shumë më tepër. Për më tepër parat nuk janë Berishës personalisht, por të Shkëlzenit dhe Argitës, të cilët po investojnë për të pastruar emrin e familjes, që të kenë mundësi të trashëgojnë politikisht Partinë Demokratike. Është për ulje ndaj padronëve të ardhshëm, pasi nuk e diskutojnë që ata kanë pronësin. Në këtë skem, i është quajtur i Fondacion Maga, i themeluar në shtëpinë e një elektricisti nga Tropoja, është thjesht një formalitet që në të ardhmen mund të hapë më shumë probleme se sa u zgjidh ndonjë gjë. Në realitet, transferimet mes familjes Berisha dhe Nureddin Secit janë thuajse të sigurta si marrëdhënie e Kleringu, me investimet që familja Berisha ka në ndërtim në Shqipëri. Shkëlzen Berisha përmes prokseve të tij në Tiranë ka aktualisht mbi 60 leje ndërtimi aktive në Bregdet dhe Tiranë. Treshja e ndërtuesve që vepron për llogaritë të tij është e legalizuar në të gjithë Shqipërinë. Mos u çuditni nëse në të ardhmen pjesëtar të Fondacionit Patriotik do të shfaqen si pronar kullash apo resortesh në Bregdet për të kompensuar shpenzimet e lobimit. Dhe pikërisht sepse janë fëmijët dhe jo vetë Berisha në qendër të kësaj skeme. Gjithë PD-ja dhe gjithë gazetarët që mbrojnë Berishën janë sot shumë më agresiv se sa vetë ai për të mbrojtur këtë skandal juridik, politik dhe moral, sepse janë në të vërtetë në listat e pagesave të fëmijëve të tij. Kjo është arsyeja pse shumë zyrtar të PD-s apo gazetarë pranë Berishës nuk respektojnë urdhrin e tij për të mos folur për kontratën. Ata tashmë janë bindur se nuk bëhet fjalë për hallin e Berishës, por për investimin e Shkëlzenit në të ardhmen e Partisë Demokratike dhe jo thjesht për Berishën që është e shkuara e PD-s.